Inspektorët e mjedisit vijojnë punën për pastrimin e plazheve nga ujërat e zeza dhe mbeturinat urbane. Gjatë ditës së sotme aksioni është përqendruar në zonën e Golemit. Kjo punë do të vazhdojë deri në evidentimin e plotë të gjitha derdheve që kryen në këtë zonë dhe do të jemi në zbatueshmërinë 100% të ligjit deri në procedim penal si për aktorët privat, subjektet private të kësaj ndodhje, ashtu dhe ato publik. Aksioni i drejtorisë së mjedisit është mbështetur edhe nga komuna e Golemit, të cilat kanë punuar për evidentimin e pikave problematike, si dhe lidhjeve të paligjshme të ujërave të zeza që derdhen në det. Tani për tani pothuajse situata është në gjendje pothuajse mirë, me asë pak vonë, po me atë u bë përmirësimi dush, sepse derdhje në det nuk ka më. Mas bllokimin që është bërë dje, edhe par dje, edhe me punën që kemi bërë në shumë vende tjera, kemi bllokuar të gjithë daljet e ujërave të zeza. Për gjatë vijës bregdetare Plepa Golem, janë ndërtuar një numër i madh hotelesh dhe kompleksesh turistike, të cilat ujërat e zeza i derdhin në det, ndonse ligjërisht duhet i grumbullojnë në gropa septike. Me ndërhyrjen e Inspektoriatit të Mjedisit, fenomeni i ndotjes së ujërave të plazheve po shkon drejt eliminimit.